Ish banore e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Egli Tako, ka disa kohë që ka lajmëruar fansat e saj se do të sjellë një super projekt muzikor ditët në vijim. Në rrjetet sociale, ajo ka publikuar shumë imazhe, duke treguar se po punon për projekte të reja që do t'i publikojë shumë shpejt. Kësaj radhe, me sa duket, ajo po vjen me një këngë solo. Xhirimet e klipit janë gati të përfunduara, ndërsa tani artistja ka vendosur të ndalë disa pamje ekskluzive. Në llogarinë e saj, ajo ndau një foto teje tërheqëse ku ka pozuar me këmbë përpjet. Pamje paraprake nga xhirimet e sotme, shkroi ajo duke zbuluar pak nga klipi i saj i ri, që me sa duket do të jetë shumë provokativ. Na duhet të rikujtojmë se lidhja e saj me Gjesin nuk dihet se në çfarë faze është, ose ndoshta ata i kanë dhënë fund lidhjes së tyre. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.